Çlirohuni nga kapslëku, fryrja e barkut dhe gazrat brenda 1 minute duke konsumuar këtë recetë. A vuani rregullisht nga konstipacioni ose lëvizjet e parregullta të zorëve? Po studimet sugjerojnë se 15% amerikanëve janë të prekur kronik nga kapslëku. Sëmundje të tilla tretëse çojnë në ndërtimin e mbeturinave në muret e zorrës së trashë. Zorra e trashë kryen shumë funksione thelbësore. Nuk ndihmon vetëm në eliminimin e jashtëqitjes, por gjithashtu nxjerr kripën dhe ujin nga mbeturinat përpara se të ekskretohen, ruan pH-in dhe lufton kundër bakterieve të dëmshme. Mosfunksioni i zorrës së trashë mund të shkaktojë implikime serioze shëndetësore, siç janë alergjitë e lëkurës, gurët e tëmthit dhe sëmundjet e zemrës e të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shumë prej tyre kanë zbuluar se kryerja e një pastrimi të zorrës së trashë është një parandalues i lehtë për të shmangur problemet me zorrën e trashë në të ardhmen. Ndaj në këtë video sipas Healthline, do të rendisim disa nga produktet më të mira të cilat do ju ndihmojnë në përmirësimin e zorrës së trashë dhe lehtësimin e jashtëqitjes. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë perimet jeshile. Zarzavatet pa gjethe të tilla si spinaqi, kale, lakrët e Brukselit, asparagu, zarzavatet e ndryshme, gjithashtu janë të gjitha të pasura me klorofil, që ndihmojnë në pastrimin e traktit të zorrës dhe si rezultat qetësojnë zorrën e trashë. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe mbrojnë trupin nga toksina në mjedis. Mund t'i zjeni perimet, t'i shtoni në supa ose t'i skuqni me pak salcë ose me gjalp ose edhe vaj ulliri. Xhenxhefili është një tjetër produkt që ka veti antiseptike dhe është i dobishëm për stimulimin e tretjes. Mund të shtohet në çdo lëng ose mund të hahet direkt. Shtoni një lugë çaji xhenxhefili në lëngun e përzierë me mjaltë, e përzjeni në një gjysmë filxhani me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje mund të konsumohet 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni një smoothie me një lugë xhenxhefil, një mollë, një filxhan spinaq dhe një karrotë. I përzjeni të gjitha këto përbërësit në një gotë me ujë dhe smoothie juaj është gati. E pini atë një herë në ditë për të siguruar funksione të duhura të traktit të zorrëve. Lëngjet e bëra duke përdorur uthull molle ose mollë në kombinim me limonin mund t'japin gjithashtu rezultate fantastike. Mollët dhe limoni janë të pasura me lëndë ushqyese që përmirësojnë veprimet e tretjes siç janë vitamina C, vitamina A, antioksidantë dhe fibra. Ju mund të bëni lëngje të shijshme me këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe 1 lugë çaj lëng xhenxhefili. I përzjeni në gjysmë filxhani ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorrës së trashë dhe për të inkurajuar tretjen e duhur. Puthulla e mollës gjithashtu është një laksativ shumë i mirë që mund t'japë rezultate fantastike për tretjen e dobët. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e mbeturinave nga trupi juaj duke reduktuar bakteriet e dëmshme dhe duke ruajtur bakteriet e dobishme. Mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën e trashë dhe për të rikthyer sistemet e tretjes. Përzjeni uthull molle të papërpunuar dhe mjalt në sasi të barabartë. Përzjeni në një gotë me ujë dhe e pini një herë në ditë. Ajo jo vetëm që do të largojë toksinat, por ka edhe shumë përfitime të tjera siç janë parandalimi i diabetit dhe ulja e kolesterolit të keq. Ushqimet e pasura me fibra gjithashtu janë fantastike për të përmirësuar zorrët. Fibra është e shkëlqyer për mbajtjen të shëndetshme të zorrëve dhe në pastrimin e zorrës së trashë, duke eliminuar mbeturinat jashtë të trupit tuaj. Ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjerëzat, quinoa, bollguri ose perime si bizelet, artiçoka dhe filizat e Brukselit, që janë të pasura me fibër. Mjedra, mango, fiku dhe arrorët e ndryshëm gjithashtu ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zorrës së trashë. Kripdeti në kombinim me ujin mund t'japin rezultate fantastike për tretjen e dobët. Uji luan një rol të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit tonë. Kur zorra e hollë është e dehidratuar, është më e lehtë që toksinat të rrinë brenda dhe të formojnë një grumbullim. Ju duhet të konsumoni të paktën 2 deri në 3 litra ujë çdo ditë për të siguruar funksione optimale të zorrës së trashë. Shtoni një lugë çaji kripdeti në një gjysmë litri ujë dhe e pini atë para mëngjesit, para se të hani ndonjë gjë tjetër.
Pirja e saj inkurajon lëvizjet e zorëve dhe përmirëson shëndetin e tretjes. Fara, chia dhe ato të lirit do t'japin rezultate fantastike për tretjen e dobët. Të dyja këto fara janë ushqime i pasur me fiber, ato e përmbajnë gjithashtu acide yndyrore omega-3 që zvogëlojnë inflamacionet e zorës së trashë dhe largojnë toksinat e ndërtuara. Mund të shtoni një lugë çaje fara në ujë dhe ta pini atë dhe mund të bëni edhe puding ose ta spërkasni mbi sallata. Hidhni një lugë gjelle fara chia në një gotë me ujë për 5 deri në 10 minuta, prisni në mënyrë që fibrat të kryejnë funksionet e tyre optimale duke thithur ujin. Konsumojeni këtë përzierje 4 herë në ditë për 4 javë për të pastruar traktin e zorëve dhe për të siguruar kështu një mundësi më të mirë në lehtësimin e problemeve të tretjes. Zora e trashë është 5 metra e gjatë. Ajo zakonisht priret të ketë probleme me funksionin e saj dhe gjithmonë i kushtoni pak vëmendje. Ajo luan një rol të rëndësishëm në jetën tuaj të përditshme dhe për këtë arsye nuk duhet të injorohet. Ja disa rregulla që nuk duhet ta anashkalohen sepse mund të nxisin edhe përkeqësimet e zorrës së trashë. Shtoni në dietën tuaj më shumë vitaminë C për të përmirësuar tretjen. Kjo vitaminë gjendet në shumë fruta dhe perime dhe ju ndihmon në pastrimin e zorrës së trashë, thot një studim i vitit 2015. Prandaj duhet të konsumoni lakër jeshile, brokoli, lule shtrydhe dhe limon. Përdorni probiotik, pra baktere miqësore që mbrojnë shëndetin e zorrës së trashë. Ullëtimet sugjerojnë se probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të zorrës së trashë. Këto baktere të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjes së zorëve, dy funksione të shëndetshme të tretjes që kanë të bëjnë me zorrën e trashë. Nivelet të larta të probiotikëve gjenden në ushqime të fermentuara si kosi, uthulla e mollës, djathje e të tjera. Shtoni nise shtenë në dietën tuaj. Nise shtet rezistente që gjenden në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajat, bananet jeshile, ndihmojnë për një zorë të shëndetshme duke rritur mikroflorën e zorëve. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi nise shtenë rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë. Pini më shumë ujë për të rregulluar kështu sistemin tuaj tretës. Mungesa e lëngjeve është shkaku më i zakonshëm i problemeve të kapsllëkut, kështu që pirja e 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mund të parandalojë këtë shqetësim. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja është marrja e lëngjeve duke përfshirë fruta dhe perime që kanë në përmbajtje të lartë të ujin, si kastraveci, kungulli i njom, selinoja, domatet, piepri, gjithashtu edhe lule shtrydhe. Sigurohuni që të hani më shumë fibra në dietën tuaj duke përfshirë arrat, mjedrat dhe fasulet, pra të gjitha bishtajat. Çajrat bimor janë të mirë në përmirësimin e funksioneve të zorrës së trashë. Prandaj provoni të bëni gjithashtu edhe një lavazh me ujë të kripur. Një studim i vitit 2010 sipas Healthside vërtetoi se uji i kripur pastron zorrën e trashë. Çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqime, përzieni 2 lugë çaj krip në një gotë me ujë të vakët. Pijeni atë shpejt dhe përsëriteni këtë proces edhe në mbrëmje. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Konsumoni sa më shumë ujë në dietën tuaj. Përdorimi i ujit është një nga mënyrat më të lehta për të siguruar pastrimin e zorrës së trashë në mënyrë natyrale. Uji lagja shqitjen dhe jep masë, duke bërë më të lehtë kalimin përmes zorrëve. Njerëzit që janë të dehidratuar mund të kenë lëvizje më pak të shpeshta në zorë, pasi trupi i tyre përpiqet të mbajë ujin. Ai rrithith ujin nga zorra duke bërë që jashtëqitja të bëhet më e thatë, veçanërisht më e vështirë për t'u kaluar. Nevoja ditore për hidratimin ndryshon nga personi në person, por është e rëndësishme që të merrni ujë të mjaftueshëm gjatë gjithë ditës. Pije të tjera duke përfshirë lëngjet e frutave dhe çaj gjithashtu kontribuojnë në marrjen totale të lëngjeve. Të rriturit duhet të konsumojnë të paktën nga 2 deri në 3 litra ujë çdo ditë për të marrë përfitimet më të mira për sistemin tretës dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.